vazhdimsi të vendimit gjykatës kushtetuese mbi afatin e ri të zgjedhjes së presidentit, zhvillova takimin e radhës me kryetarin e Lëvizjes Vendosje dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Diskutuam për afatin kohor, kemi më pak se të javë ditë kohë për të gjetur një konsenzus dhe për të arritur një marrëveshje eventuale, në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Liga Demokratike e Kosovës. Po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rrethon të re politike nga ky takim i sotëm. Jemi transparent me ju dhe me njëri tjetrin, takimet do të vazhdojnë. Edhe në ditët vijim, unë do të takoj natyrisht edhe liderët tjerë politik të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Autonominë e Kosovës për të kuptuar dhe pozicionet e tyre mbi këtë rrethon. E më pas në këtë drejtim do të provojmë që nëpërmjet takimeve të reja transparente, po besoj edhe konfidenciale, për shkak të natyrës së tyre, të gjejmë një zgjidhje për situatën e këtyre Kosovës. Zoti Abdixhiku, a mund ta tregoni ndonjë detaj për ndonjë emër konkret për president dhe a duhet të ketë marrëveshje midis të gjitha subjekteve politike apo kërkoni marrëveshje vetvendosje LDK? Çdo marrëveshje që siguron quorumin e domosdoshëm për presidentin e arshëm të Republikës Kosovës është e mirëseardhur. Për këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtetshmërisht. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret, siç e dini procesi është i nisur, janë dy kandidatura. LDK-ja vazhdon të besoj që të tri pozitat nuk mund t'i takojnë një partie politike, po për çështje tjera lutem kemi edhe dakordans konfidencialiteti. A shpajtuar vendosje që nuk i takojnë në presidentit? Nuk ka lëvizje përparu se çfarë ju pengon nga takimet e kaluara. Po provojmë të gjejmë zgjidhje, besoj që duhet të gjejmë edhe palën tjetër, por po provojmë të gjejmë zgjidhje përbashkët, konsensuale, me takime. Kjo është rruga që duhet përpara të gjejmë edhe do të ndjekim këtë rrugë sa herë që mundemi për të shmangur zgjedhje të mos lejuar që vendi shkojë në zgjedhje. A është vjosa në kalkulime, zoti Abdixhiku? Marrëveshje politike. Nëse arrihet kjo, cila do ishte kërkesa kryesore juve? Kryeparlamentari, ministri apo çfarë do të thonë nëse do ishte pjesë e marrëveshjes, cila është ajo që ju levetësoni? Njëherë duhet të miremi rreth parimeve të procesit. Pra, a duhet të kemi një situatë të gjitha pozicionet institucionale i takojnë vetëm një partie politike, e më pas, në qoftë se jo, si do duket kjo marrëveshje. Pra në këto rrethana ende nuk kemi diskutime konkrete për pozicione. Ende, natyrisht kam në mendje, por se kam për publikun, e kam për mendjen. Dhe për publikun edhe për popullin e Kosovës kam vetëm lajme se po përpiqemi të bëjmë zgjidhje dhe do të përpiqemi ta kuptojmë. Zoti Abdixhiku, a synoni postën e presidentit? Procesi apo shkollën zgjedhje? Çfarë keni gjunë kuptuar nga edhe një herë? A ka vullnet nga kryeministri Kurti për të gjetur një marrëveshje apo të shkollën zgjedhje? Çfarë keni vlerësuar nga bisedimi? Po përpiqemi të gjejmë zgjidhje, përderisa jemi në takime, po përpiqemi për zgjidhje. Në momentin që s'ka takime, atëherë kuptoni se zgjedhjet janë të pashmangshme. Pra, nëse s'bëjmë asgjë për 3 javë të ardhshme, zgjedhjet i kemi të pashmangshme. Edhe mos veprimi për zgjedhje shkakton për institucione shkakton zgjedhja në mënyrë automatike. Në takimin 2 orësh, a patët një emër, një propozim nga Liga Demokratike e Kosovës dhe a kërkuat tërheqje të kandidaturave aktuale që janë? Bëm përpjekje të gjejmë zgjidhje. Po në brenda përpjekjeve diskutuam për natyrën dhe modalitetet e kësaj zgjidhjeje, se si duket. Nuk kemi emra konkret, nuk kemi arritur në atë fazë, por po them edhe një herë në proces janë 2 emra, kandidatë të Lëvizjes Vendosje dhe LDK-ja natyrisht ka pozicionin e vet qartësuar se jo gjitha pozita shtetërore mund të takojnë një partie politike, kjo është pozicioni. Zoti Abdixhiku, a synoni postën e presidentit?